Për te hekurave është emri i shfaqjes e cila ka pasur premierën 2 net më parë e krijuar nga Naser Shatrolli, e cila ka një tematik mjaft interesante. Me regjisorin Naser Shatrolli do të flasim më shumë edhe më në detaje rreth kësaj shfaqje. Mirëmëngjesi zotri Shatrolli, është kënaqësi që të kemi sot në #Gjesi, edhe urime fillimisht për krejt këtë projekt. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Faleminderit për urimet. Më thuaj fillimisht për te hekurave. Çka do të thotë emri, çysh erdhi deri te emri? Tani shfaqja ose tekstualisht gjithçka është e bazuar mbi dy vepra, do të thoja monumentale, njëra e Ismail Kadaresi, që quhet Bisedë përmes hekurash, dhe tjetra është e Ukshin Hotit, filozofia politike e çështjes shqiptare, në dy vepra vërtet monumentale, njëra nga aspekti është i publicistikës, por është ai komunikimi çfarë kishte Kadareja në vitet e 97 me Ukshin Hotin e përmes letrash, e bën të veçuar dhe të veçantë këtë libër. Mandej kjo pjesa tjetër pastaj Ukshin Hoti që ka një shtrire më të theksuar, më të veçuar në kuptimin e filozofik çështjes shqiptare që nga herët deri në ditët e sotme, që nga fillet e asaj çfarë quhet prejardhje të popullit shqiptar dhe këto problemet gjeostrategjike dhe rajonale, kontekstet që janë zhvilluar nëpër. Mirë, po ti si regjisore kishe menduar gjatë me realizu një projekt tillë, një shfaqje për veprimtarin Ukshin Hoti? Jo, nuk e ka menduar asnjëherë këtë. Kjo ishte, si thosh, ideja ishte e organizatorëve të këtij projekti, domethënë, mua më kanë ftuar Ismet Ramadani, është drejtori i teatrit të Shkupit, aktor, ka qenë edhe pedagog, dhe tani është menaxher i teatrit të Shkupit, dhe është Ilver Murtezi, ai që e luan Ukshin Hotin në këtë rast. Ata kanë ideu, ata kanë menduar se me kën e kanë biseduar në këtë nuk e di, por në vitin e kaluar më kanë njoftuar që dojnë ta bëjnë, si thosh, dojnë ta inskenojnë si shfaqje, si dramë, dhe më ofruan, pastaj unë jam merr me këto dy vepra dhe derisa kam gjetur si thosh atë modulin dramaturgjik se si duhet i qasem në teatr, në skenë, dhe vitin e kaluar nuk ndodhi kjo për faktet të natyrave të ndryshme të organizimit brendshëm atje në teatr, ndërkohë filluam këtë vit. Edhe në mars kemi filluar, ja tani jemi veç që e kemi kaluar, ne kemi mbri këtë stadium përfundimtar, finalen përfundimtare të premierës, dhe ka qenë një proces bukur, gjatë, i komplikuar, i frikshëm, i rrezikshëm, me përplot dilema, me përplot nuanca për gjatë procesit, sa ma thellë që futesha në botën e Ukshin Hotit, sepse fillimisht unë e kam shfletuar krejt atë historinë e tij filozofike, botkuptimet e tij, gjithçka që ka shkruar ai, gjithçka që ka thënë për të. Gjitha për mua ka qenë me interes me një orë, fillimisht. Pastaj, kur sa ma shumë që e njefja, aq friga rriteshte, ta them sinqerisht këto, se sigurisht është një përgjegjësi shumë. Është punë krijimi dhe është personazh që ka lënë një vepër unike, dhe ato, si thosh, bindjet e tij, guximi i tij politik, diplomatik, ato pastaj duhet të shtrihen në skenë, publiku vinë ato për t'i parë ato gjëra, dhe pastaj ato nuk është se i gjen ti ka lloj gatshme. Ishte vështirë me i selektu krejt atë historinë e tij për shkak që më përmbledh për një minutazh të caktuar kur edhe vjen. Shumë e vërtetë. Në aspektin dramaturgjik kërkohesh të gjitha, ndoshta i kërkon audienca me i pa, por ti nuk e ke hapësirën kohore që ti shtrish të gjitha ose ti thuash të gjitha, por duhet të gjesh ato elementet bazë, dhe edhe atë, si thosh, edhe atë synimin tim parësor se ka do i jepja orientim dramës. Edhe kemi pas disa pika më kryesore që zhvillohen në thyrja e madhe shqiptare që është edhe sot, që domethënë po vazhdon kjo edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, këto thymjet e mëdha që po zhvillohen politike mes vete, është një prej dimensioneve jetike në dramë, se është aktuale, që është trajtuar edhe në kohën e tij, por në këtë rast këto thymje janë më të theksuara. Gjatë mbledhjes së krejt këtyre informacioneve, përmendet që ke hulumtuar shumë, ke lexuar shumë rreth ti, je konsultuar po ashtu edhe me familjarët e zotrit Ukshin Hoti? Jo, nuk jam konsultuar me ta, por kujdesi im ka qenë maksimal në relacion me
atë aspektin etik, sepse edhe sigurisht që është edhe familja brenda strukturës përmbajtësore të dramës, se nuk mundin t'i ikim biografisë personazhes, ai ka lënë familje dhe është edhe Andini në shfaqje, domethënë në tekst është edhe Andini, por është gjithmonë në kontekste të diplomacisë, në kontekste politike, edhe asnjë nuk ka të bëjë me si thosh me atë ndjeshmëritë e tij personale në kontekstin e atë çfarë ne po diskutojmë. Andini ishte në premierë dhe ne na ka trazuar shpirtërisht të gjithëve. Si e priti Andini? Ishte edhe motra Andinit, ishte edhe motra aty, ishin që të dy dhe ata e pritën mirë shfaqjen, por sigurisht që emocioni i tyre ishte kishin vaj, po qanin vazhdimisht, kishin përjetim, si thosh, impakt drejt për drejt, sigurisht që e shikonin babën e vetë nëpërmes personazhit, e shikonin historinë e babait vet, vujtjet e babait vet, përballjet me një barbari vërtet të egër që zhvillohet edhe në shfaqje. Sigurisht ne nuk e dimi fiks se çfarë ka ndodhur në Buxhë dhe nuk është ajo që duhet ne ta portretojmë ato fikse si ka ndodhur, sepse krijuesit i dhon si thosh dimension nga perspektiva e tyre, por gjithmonë duke mos i ikur të vërtetës ose fakteve që janë të ditura dhe të njohura. Mirë po, e kam pas këtë frikë, po ta them përballjen me Andinën ka qenë njëra prej sfida më të mëdha ndoshta në historinë e punëve që i kam pas në këto 30 vite teatr. Sepse është i ndjeshëm, ne akoma nuk e dimë se ku është Tukshin Hoti, akoma varri i tij, ta quaj kushtimisht varri i tij është i hapur ose dera e shtëpisë tij akoma nuk është e mbyllur me qelës, si thosh, gjithmonë pritjet janë. Të paktën një informata kem, ata si familje dhe gjithë populli i Kosovës, se ku është fatumi i tij, ku qëndron ai misteri i madh që është zhvilluar në ditën e fundit kur është liruar prej burgut dhe pastaj më nuk. Zotëre Shatrulli, për gjithë ata që nuk e kanë pa akoma shfaqjen, nëse mundesh me na tregu si fillon rrëfimi, çka zhvillohet edhe si mbaron. Parimisht ne po e dim që krejt historia e zotrit veprimtarit Tukshin Hoti, mirë po sa i përket shfaqjes? Tani është diçka biografi që nisë nga fëmiria e tij, apo nga studimet, apo? Jo, gjithçka zhvillohet në kontekstin e këtyre letrave që i vijnë prej politikës? Po, gjithsesi, ka të bëjë me politikën, drejt përse drejt është dramë politike, është kryekëput është dramë politike, dhe gjithmonë është ndërtuar mbi këto simbolika, mbi këto metafora, është një alegori e tërë, sepse atë që se kemi thënë gojarisht e kam thonë në forma tjera, nëpërmes një skenografie shumë simbolike, por që e përfshin një histori të tanë. Domethënë janë mbuluar, skena është mbuluar me zarfe që vijnë prej gjitha anëve të botës. Ndërkohë ndëse mundet regjia me na i shfaq ato pamje të tjera. Kështu që historia zhvillohet në burg, në burgun e Nishit, sepse aty është fokusi, dhe e gjitha zhvillohet aty, është një hetues serb i cili e maltreton, i ka ato metodat e veta për të zbuluar më shumë se çfarë është ky komunikim mes një shkrimtarit madh, Ismail Kadares, që provon ai futet si thosh nëpërmes zarfit, është një metaforë e bukur që ai futet në burg brenda zarf, nëpërmes zarfit dhe i shfaqet si personazh real. Ndërsa domethënë ajo pastaj këtu është ai kuti se si kanë hyrë këto letra qysh tek dhe pastaj zhvillohet e tëra. Në këtë lloj konstelacioni pastaj zhvillohet e tërë ngjarje, e tërë fabula. Dhe domethënë shpërfaqen krejt pikpamjet e tij në dialog të fuqishëm dhe shumë të prehtë me Kadaren dhe ndërhyrjet që vijnë nga vetetuesi dhe është një orë 30 minuta shfaqen në tërësi. Ta them sinqerisht, interesimi ka qenë jashtëzakonshëm. Është një heshtje e papame, sepse është dramë edhe historike, citohen faktet historike, prekën shumë element, që nga fillet e botës shqiptare dhe Ilirisë deri në ditët e sotme dhe misioni e vizioni i tij, që ka qenë për te atyre grillave, të cilat vërtet nuk ka mundur as regjimi, as askush që t'ja shtyp ose t'ja burgosi ato mendimet që ai ka pas për atë unifikimin e popullit shqiptar dhe për synimet që ai ka pas në relacion me Evropën, me Amerikën, sepse ai ka qenë një specializant, një doktorant i Harvardit, ka
ka studuar në Zagreb dhe krejt këto element janë brenda krejt strukturës së shfaqjes. Së shfaqjes, po ka qenë vështirë ndoshta me gjetë aktorin e duhur që kish mujt me ju përafru krejt karakterit edhe figurës së zotrit Realisht Ylberi ka qenë iniciator i këtij tregimi, i kësaj vepre, faktisht edhe i ngjan Ukshin-Hotit dhe këto asje kemi diskutue. Kishim problem kadaren, si kush duhet ta luaj kadaren, që t'i përafrohet edhe nga pikpamja vizuele, hetuesi nuk e kemi pas fare problem, por që të tre kanë qenë mirë aktorët. Unë i vlerësoj dhe i falenderoj për punën e tyre, për angazhimin e tyre, falenderoj drejtorin Ismet Ramadanin që e ka marrë këtë iniciativë që ta shtrojmë një vepër vërtet shumë me interes publik, që është sot për sot kur ndoshta më shumë se sa sot me interes publik se sa kjo vepër. Është me interes edhe publiku ta njohin Ukshin-Hotin më thellë, jo vetëm nëpërmes ekranit, televizionit, Tu deshta me dalë, se kemi pa ndoshta shkrimet shumë, ta jenë bërë emisione, rrëfime për të ndërkaq, me pa një shfaqje teatrale, diçka që përngjasson shumë pothuajse me realitetin, ndoshta është më e rrallë se se kemi pa as edhe një herë. Natyrisht se këtu përballesh me faktet e tij historike, me faktet e tij që ai ka pasur në relacion me barbarinë vet atyre që kanë provuar që ta shtypin, por edhe me amerikanët. Ai i citon faktet reale që i ka pas me diplomat fuqishëm të Evropës dhe të Amerikës në ato çfarë ai vërtet për cilat ai është gjithmonë është mbajtur në burg. Këto nuk i din publiku dhe është me interes me arme, pa më duket që reprizën do ta kemi reprizën e tretë me 15 maj, kështu dëgjova në Shkup dhe shpresoj që mbrëm ishte për plot salla. Mbrëm erdhi edhe Albin Kurti, kryeministri i Kosovës me suitën me ministra, zëvendësministra që pothuajse gati komplet qeveria. Unë i kam njoftuar vet. Unë vet ju kam qenë ftesë në kuptimin që është me interes publik, sidomos diplomacia, politika, veprimtarët e shquar që kanë dhënë shumë për kontribut për Kosovën, njerëz të burgosur që vërtet i kanë parakaluar këto pavione, këto burgje, dhe kam pas dëshirë që këto të vinë të gjithë që ta shikojnë shfaqjen. Në këtë kuptim më shumë i kanë ftuar, jo për diçka për te kësaj se unë jam shumë i kujdesshëm në nuk ndoshta jo pa politizu, sigurisht. Kur njëherë se kjo është teatr, kjo ka të bëjë me një fakt historik, të cilin fakt historik është me interes teatror publik që të vinë që të gjithë dhe ta shohin edhe ta përjetojnë drejt përse drejti. Kështu që unë i falenderoj qeverinë e Kosovës, zotin Albin Kurti, kryeministrin, e falenderoj ministrin zotin Andin Hoti, që është gjaki i Ukshin-Hotit që erdhi në premier, edhe vajzën e tij, edhe të gjithë artist krijues që erdhën prej gjitha anëve Shqipëri, Maqedonisë, Veriut, Kosovës, edhe ju bashkangjetën si thush kësaj platforme dhe ishin dëshmitar të drejt për drejt kësaj ngjarje që u zhvillu për 2 net radhazi. Vërtet ka pas shumë interesim, kjo është gjë e bukur. Mirë po, pate mundësi me kontaktu me Andin Hotin, me kuptimin me fol pas shfaqjes për vend e emocionet e tij që ka qenë. Kemi fol me Andinin se erdhi në koktej, Andini me motrin e vetë dhe me gjithë ato, ishte edhe po ta përmendi edhe ambasadën e Kosovës që ata më kanë ndihmuar shumë në Maqedoni. Është Florian Qaja, zoti Florian Qaja që ishte në kontakt me qeverinë dhe me gjithë njerëz të rëndësishëm që ai ka komunikimin si thosh zyrtar me to dhe thjesht në fakt ai e solli Andinin në shfaqje. Kështu që Andini i kishte mendimet e veta drejt përse drejti, domethënë ishte shumë i kënaqur, krenar për gjithë atë çfarë u zhvillua, për lojën e aktorit, pati një impakt edhe me aktorin në fund të shfaqjes, domethënë është edhe këtu në publik e ke në fund del e kam nxjerr në skenën Andinin për faktin se si thosh ishte ai trashëgimtari për të cilën edhe flet Ukshini, ai trashëgimtari real që e përfaqëson si thosh atë potencialin, atë erudizmin e Ukshin-Hotit, sigurisht është djali dhe vajza e tij dhe edhe gjithë trashëgimia e tij që ka lënë në muret ose brenda muret të shtëpisë së tij, por edhe të kombit shqiptar. Mirë po, krejt atë kosa ke hulumtu për zotrin Ukshin-Hoti, i ngjason shumë djali i tij? I ngjason shumë. Natyrisht që sigurisht që ai ka jetuar në një kohë tjetër, ka qenë kohë shumë e egër, shumë e vështirë, as pak e drejtë për popullin shqiptar, as më pak për të, ndërsa fati i mirë është për Andinin që jeton në një rrethon krejt tjetër.
është shoqër që jeton në një rrethon tjetër dhe sigurisht ato ëndrat e tij dhe mbyllja e shfaqjes është gati sikur ja thot djalit vet kur e thot që aja thot që ngjarjet e Gjermanisë, e dy Gjermanive dhe rënja e murit të Berlinit dhe dalja e ushtrisë së Kosovës në sipërfaqe, thot për mua janë shkarkimi më i madh psikologjik. Edhe në këtë kuptim është edhe djali i tij, domethënë si fruti i krejt atij shkarkimi sot çfarë ai përfaqëson dhe unë nuk e njoh kështu nga afër Andinin, por më mlen shihet mirë ai. E vrej që ka diapazon, ka figurë të diplomatit, ka gestikulacionin e babait vet ose atë sigurinë, ka atë krenarinë, ka shumë elemente, i ngjan edhe kështu nga pikpamja, edhe nga pikpamja jashtme fizike, i ngjan babait vet shumë edhe duke djalë shumë, ishte shumë i ndershëm, shumë i afërt, shumë i dashur me të gjithë ata njerëz, nuk kishte, si thuaç, bariera ndaj. Kështu që më kalon shihet mirë atë natë. Po kryeministri Kurti pat ndonjë koment apo nuk keni rastisht me bisedu pas shfaqjes? Ai më njëherë shkoi, ata ishin si duket me protokoll, tash këta e kanë si qeveri, ato u largun më njëherë, shkuan më njëherë pas shfaqjes, nuk e di ja u kthyn për Kosovë apo sepse ishte edhe qeveria e Maqedonisë aty, ishte edhe ambasada e Shqipërisë. Mirë, e presje këtë pjesëmarrje? Jo, nuk e kam pritur, nuk e prisja që do të vinim kështu në përmosa me kaq interes. I falenderoj, domethënë brom, kemi pas edhe problem se si sistemonin njerëzit, se erdhën shumë. Pastaj ishte qeveria e Kosovës, ishte qeveria e Maqedonisë, domethënë pjesa shqiptare çka janë. Ishin të gjithë aty edhe nga Shqipëria që kishin ardhenkas, edhe thjesht erdhën shumë deputet, erdhën shumë. Për gjitha kishte interesim shumë, por ata e gjetën mënyrën e sistemuar. Menaxhimenti dhe thjesht pati interesim vërtet. Jam i kënaqur dhe i falenderoj të gjithë. Pa përjashtim edhe artistët që kanë ardhur nga Prishtina, që kishte shumë në numër, interesim shumë. Pastaj ka shumë zëra kritik që kanë shkruar për shfaqjen edhe e befasueshme, shumë ka shkruar. Deri tashmë ase po shoh ke marrë review të mirë nga. Po, është vërtet që kanë njerëz kanë pas impakt, kanë pas emocion, kanë pas njerëz kanë dalë me vaj, ka pas njerëz që kanë pas histori identike, njerëz të zhdukur, ka pas njerëz që kanë pas prindrit e tyre në përburgje, thjesht kanë pas këso lloj përjetimi, mungesat e tyre dhe kretinardh mi kanë shpreh këto nga afër dhe mirë që ka ndodhur kjo vepër. I falenderoj vërtet organizatorët që kanë shtrirë. Për ty si regjisor, si të bën me undje? Është kjo më e veçantë në karrierën tënde? Vërtet është e veçantë dhe ka qenë edhe veçantë edhe e frikshme të njëjtën kohë. Do shumë sfiduese për mua. E frikshme në kuptimin ndoshta apo mundem ja arrit me apo mundem ja arrit apo me shpërfaq realitetin ashtu pa anu ose pa anu dhe për të qenë korrekt ndaj figurës. Kjo është me rëndësi shumë që me rujt figurën është ne nuk guxojmë, unë për veten time nuk do lejoja që ta abuzoja me një figurë kaq markante, kaq unike dhe kaq globale, duhet të them kështu pa modesti, siç është figura Ukshin Hotit. Dhe në këtë kuptim ishte një lloj frika, po ja jap hakun e mjaftueshëm atij personazhi, sepse sikur më shikonte, më duke sikur aty dikun po silleshte ai imazhi i tij, dhe gjithmonë në këtë kuptim e kam shikuar që të jem sa më ai gjithë për mbledhje. Sa më korrekt edhe ndoshta me ju ofru origjinalitetit. Ishte kjo vërtet. Shfaqja ka me u shfaq në Prishtinë, teatre tjera, në vende tjera, si është plani për vazhdim? Për gjithë ata që po na ndjekin edhe kanë interes për me Teatri i Shkupit ka standarde që nuk i ka Prishtina asnjëherë si ka pas. Në aspektin teknik, në logjistika, çfarë ka infrastrukturën, çfarë ka Teatri i Shkupit, Prishtina s'ka. Është pra shumë më i zhvilluar se sa? As nuk mund të bësh krahasim. Ne se kemi ato standarde çfarë i ka ai. Ajo këtë storia, këtë shfaqja zhvillohet në rotativ. Është ai mekanizmi që këtë aty zhvillohet në mendjen e tina, domethënë si i sillet bota, këtë sillet bota rreth mendjes tina. Kjo është e bukur e kësaj skene që ma ka dhënë atë mundësi që gjithçka sillet në kokën e tij dhe atë mundësi çfarë e kam pas aty nuk e kam në Prishtinë as në Tiranë. Në momentin që unë shkoj atje, unë duhet të ndryshoj shumë çka, duhet të modifikoj shumë çka, duhet të heqi shumë çka, sepse duhet pastaj të merrem duhet ta shtrojmë në një
kontekst krejt tjetër. Do shta me ju përshtat vendit ambientit? Po, se... Që nuk ta jep komoditetin e duhur për me shfaq ashtu se është mendu për ju? Nuk e dhanë Prishtina jo se jo, se Teatri Kombëtar tash për tash është në renovim, aja ku zhvillohet aktiviteti i Teatrit Kombëtar, aja është një skenë që s'mundesh as ta mendosh për këtë lloj formati dhe për këtë projekt. Edhe kjo është pra arsyeja pse keni vendosur deri në këtë moment është shfaq vetëm në Shkup? Po, kjo është shfaqja e repertorit të teatrit shqiptar në Shkup. Por ata kanë synime që të shkojnë në Tiranë, ne do të shkojmë në Tiranë, patjetër që ne do të punojmë një disa ditë, 2-3 ditë, 3-4 ditë që ta modifikojmë fiks për hapësirën çfarë ofron Tirana, për hapësira çfarë ofron Kosova, skenat e Kosovës, se kjo do të shkojë edhe në qendrat e tjera, për shembull në Gjilan, në Gjakov, sepse ka shumë interes për Kshinhotin, kudo që shkojmë, Ferizaj, në Podujev, përmendet Adem Demaçi ta zonë në shfaqje, kjo shfaqje do të shkojë edhe tek Podujeva, tek vendlindja e Demaçit, përmenden disa persona që ka pas kontakt drejt për së drejti të Podujevës me Kshinhotin, dhe unë kam dëshirë që të lëvizim në Sarajevo, se përmendet Srebrenica, kam dëshirë që të lëvizim në për festivale që kanë reputacion, dhe do t'i mendojmë gjitha këto, unë do të propozoj, do të hulumtoj hapësira që janë me interes vërtet teatrore dhe publike dhe që kanë si të shpesh teatrore dhe zon teatror në rajon dhe ndoshta edhe më larg, por sigurisht që kjo i takon pastaj menaxhmentit të teatrit nëse do t'i kenë mundësi që të lëvizim. Nuk ka ndonjë skenografi të pamundur që mund të shkojmë, është një skenografi shumë edhe kreative, po edhe aspektin teknik jo shumë problematike për të lëvizur. Nuk ka shumë element që nuk do të mund të lëviznim nëpër rajone më tej, kështu që kjo është pak a shumë. Nëse më lejon vetëm të them, kostumografja Emira Imeri ka bu një punë shkëlqyeshme, është Plorat Gashi, kompozitori, është Edlir Gashi, asistenti im që ka punu me mua, është Ibrahim Gjemaili, është drejtori i teknikës që ka bu një punë jashtëzakonshme në proces, Ismet Ramadani, dhe është një ekip i tërë, besom është një ekip i tërë që kanë punu për këtë projekt dhe të gjithëve ju janë falenderuese dhe mirënjohës për punën e tyre. Është Bujar Muqa, njëri prej emrave, njëri prej zërave të fuqishëm që më kanë ndihmuar shumë në konstruktimin e kësaj skenografie. Ona është inxhinier, arkitekt dhe ai më ka ndihmuar vërtet, si thosh, në deshifrimin edhe fizik, po edhe ndoshta edhe me ta kompletuat idenë tonë që ke pasur. Edhe e kam mbështetur deri në ditët e fundit, deri në detajet e fundit e kam mbështetur këtë skenografi. Kështu që faleminderit gjithë atyre njerëzve, faleminderit shumë dhe juve që po na jepni mundësinë të themi botës se çfarë kemi bërë ne në teatr dhe që të vinë. Vetëm se uroj që edhe Prishtina tua mundsoj që projekte të tilla, shfaqje të tilla të realizoni edhe këto. Shpresoj se po. Zotri Sharrulli, faleminderit shumë për gëzime edhe një herë, uroj që të shkojë mirë edhe mbar edhe herave të tjera, edhe pse jo të na sjellësh prapë ndonjë figurë tjetër ose diçka që është me interes për publikun, qoftë sa i përket historisë ose çka do tjetër. Faleminderit shumë.